pak kush ka patur mundësi të atakoj zotin Thaçi. Fillimisht vizita ka qenë pa paralajmëruar, pra e befasishme çfarë ka ndodhur, apo jo Beha? Po, kjo është kërkesa e radhës që e ka bërë zoti Thaçi për marrën Kosovë. Dim që një kërkesë është refuzuar prej 2 gjyqtarëve, sepse tash Thaçi ka 2 procese, edhe rastin për krimet luftës edhe për pengjim drejtësisë. Edhe kur bëhet një kërkesë e tillë, duhet me shku edhe te paneli gjyqësor që është për krimet luftës, edhe te gjyqtarja procedurës paraprake për pengjim të drejtësisë. Edhe kërkesa është bu me datën 14 shkurt nëse nuk gaboj, domethënë ka marrë goxha kohë deri në vendim. Ka ndodhur zakonisht që të mos paralajmërohet ardhja e tij? Zakonisht nuk paralajmërohen sepse problemi kryesor i gjykatës speciale është që ajo është në dieni që këto vizita zgjojnë një vëmendje tepër të madhe të opinionit publik në Kosovë dhe thjesht për ta është shumë e rëndësishme që gjithë vizita me kalu me një farë sekreti do ta quaja të nivelit më të madh edhe në vendimin në fakt në parashtresat që i ka bërë zyra e regjistrit që është organi që i bën këto i realizon komplet vizita, domethënë problemin kryesor e kam përmend që është te aspekti i vëmendjes publike që mundet me zgju vizita e zotit Thaçi në publik. Vëmendje të madhe publike ashtu mori. Madje në dokument thuhet që nëse eventualisht para se të mbërri bëhet jehun e madhe dhe rrjedh informata, atëherë është në dorën e policëve dhe të stafit që edhe mund ta ndryshojnë. Mund ta ndryshojnë që mos ta lejojnë fare. Po, që mos ta lejojnë. Domethënë, prandaj nuk ishte dhënë si lajm. Kjo çfarë bëri përshtypje në këto momente, besjam nuk e di nëse keni qenë afër kësaj skene, këtij gishti të ngritur nga policia dhe atij infermierit që e përzihet. Kush është infermieri dhe çfarë kishte ndodhur? A dihet aty çfarë? Ky është një mjek specialist që punon në klinikë, Adriatik Berisha. Po, është mjek specialist Adriatik Berisha. Kështu reagimi atij policit po duket i vrazhd, domethënë për kur jep urdhër. Ai ndjek procedurë. Kur jep urdhër gjykata speciale që zoti Thaçi duhet me pas kontakt vetëm me 3 persona, që në këtë rast kanë qenë babai, nëna edhe bashkëshortja e zotit Thaçi, me cilën tjetër s'është lejuar flet. Domethënë ky ka pasur drejt me pas kontakt vetëm me këta 3 persona, atëherë secili kontakt tjetër qoftë edhe minimal, që është në rastin konkret, e zgjën edhe policin fjalë ka për detyrë me reagu. Domethënë na muj me interpretu në forma të ndryshme, është reagim pak i vrazhd. Unë kam vërejt që ka pas këta pjesëtarët e sigurimit, ai me flet bardha për shembull që po shihet aty, ai është pjesëtar i sigurimit i gjykatës speciale. Ai rrin edhe në seanca, edhe bën roje në objekt, edhe në hapësirat e ndryshme të gjykatës, kur unë kanë qenë pjesa e njëjtë e policëve, domethënë këta janë staf që kanë ardhur prej Hagës në Kosovë me realizu, domethënë këta qëndrojnë edhe brenda gjatë kohës që ai i takon, domethënë çdo fjalë, çdo komunikim që realizohet, domethënë ata duhet me qenë dieni. Çfarë dihet për prapaskenat Besjan brenda, se aty nuk janë lejuar të filmohet edhe kështu. Është futur, e ka vizituar babai i tij me gjendje shëndetësore, si është, edhe çfarë dihet për se takon atyre 4 mureve të mbyllura. Ka pasur ndryshim të gjendjes, kur është refuzuar herën e parë, gjendja e tij e babait Thaçit ka qenë më e mirë edhe është liruar në shtëpi, por me kthimin e tij në spital gjendja është rënduar dhe duket se kjo ka bërë që me ju aprovu kërkesa. Për informatave që kam, domethënë e thash, i ka takuar veç 3 persona prej familjes, babën, nanën edhe bashkëshorten, edhe një detaj tepër interesant është që kur ka sjell familja ushqim për zotin Thaçi, mbas edhe për babain e tij, disa ushqime që un kam kuptuar që kanë qenë ushqime të këto flipite, domethënë ushqime që na i hajmë në baza ndoshta jo ditore, por shumë shpesh për shkak të mosave të rrepta të sigurisë, ka nxit që këto njësitë që kanë qenë për mbrojtjen e afërt, domethënë gjatë gjithë kohës, i kanë kontrolluar deri në detaje, më pas janë dorëzuar zotit Thaçi edhe babait të tij. Domethënë ka qenë deri në detaje është dashur të kontrollohet çdo element që për ta ka mujt me qenë dyshim, ndoshta për ndikim. A ka thënë diçka, ka fol diçka se kjo është një kurreshti shumë e madhe në opinion publike? Absolutisht e ka të ndaluar me komunikum me persona të tjerë përveç me personat që i caktojnë për gjykatës speciale, dhe pikërisht për shkak që ka komunikuar me mjekun, ka ardhur edhe reagimi. Komunikim ka qenë gishti që ja ka bërë kështu atyre njerëzve që ishin grumbulluar, ato se ka patur paranë. Po kush ishin këta njerëz që ishin grumbulluar? Spontanisht kishte ndodhur apo diçka e planifikuar? Ka ditur dikush diçka apo si? Domethënë unë informatën e kam pas pak më herët, e kam kuptuar që fillimisht është bërë zbrazja e spitalit prej familjarëve të pacientëve në mënyrë që me pa mundsu kontaktin me njerëz të tjerë, edhe duket që ata kanë qenë të parë një numër i madh i
që që kena në marak me shku me i po njerëzit në spital me numër tepër të madh të anëtarëve të familjes, ata kur kanë dole jashtë e kanë kriju mosën e parë, e kur ka dole pastaj lajmi në media, ka pos shumë njerëz tjerë që kanë shku veç me po prej afër. Po, a dihet diçka rreth pra pas kena përgatitjeve zëqiri në qendrën klinike universitare të Kosovës, për pos kësaj çfarë